Policia e Kosovës ka njoftuar se 2 të dyshuar për plagosjen që ndodhi të enjtë në mbrëmje në rrugën Bajram Batiri në Prishtinë gjendën në Arati, ndërkohë që 2 të dyshuar të tjerë janë arrestuar e pastaj janë liruar në procedurë të rregullt. I plagosuri thuhet se është trajtuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Raportohet se ka pasur të shtëna me armë zjarri në mes 4 të dyshuarve me shkuj kosovar. Sipas saj, një i dyshuar është plagosur dhe është trajtuar në QKK. 2 të dyshuar janë arrestuar dhe me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa 2 të dyshuarit të tjerë gjendën në Arati, thuhet në raportin e Policisë së Kosovës. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës